E di çfarë trotullohet në mendje. Të gjithë në punë? E po, nuk jam vetëm. Mu mos më llogarit se unë jam pushim. Edhe unë jam pushim përhershëm pa pagesë. Luan. Ta kam gjetë një punë. Oh, Masi ti merresh me libra, ta kam gjetë një vend shumë qetë. Ke e kohë studiosh atje. Si thua të bëhesh referent në bibliotekë. Se di sa të pëlqen. më pëlqen. Thua bëhet kjo? A ke flamurin ajo? Ha? Bëhet edhe atë shumë shpejt. Kur? Por. Hajde çka, ha? Çka duhet? Librez nuk marr. Unë jam intelektual, merrem me libra, me shkrime. Pse mendon se duhet bash librez? Pse mendon se gjithçka është libreza? Sikur nuk jeton këtu. O, ti sikur nuk jeton këtu. Këtu edhe roje pylli po të bëhesh të kërkojnë librez. Jo, Luan, se nuk është ashtu. Ka diçka më të rëndësishme se ajo. Këtu? Jo, s'ka kur gjë më të rëndësishme. O Luan, unë dje erdha dhe i mësova do punë, kurse ju jetoni këtu dhe nuk dini kur gjë. Atje lart vlojnë për interesa, partit. Ata ma hiç nuk i duan ata që janë brenda se sa ju që jeni jashtë. Sepse ju nuk rrezikoni kur gjë, ndërsa ato që janë brenda thjesht janë konkurrent ndërmjet. Do thush ti, pse kaq shumë luftojnë ata për pozicionet e tyre? Për çështje kombëtare? Ja, mëres. Pa haj për çka atë? Interes. E zbulove ujnë në nxeft. E çfarë është ki interesi? E po paraja. I ke rënë pikës. Ai që ka pare fiton, kurse ai që s'ka, thjesht rri dhe mendon, gjithë jetën. Do me thënë duhen para. E po kush nuk punon, nuk ka para. E vërtet është. Ai që s'punon s'ka pare, po ka mend. Kur ke mend, ke mundësi të punosh. Për para prakisht duhen pare. Pritë si më duket më ngatrove krejt. Më duket se ngatrove dhe. Shiko. Punë është gjesh pare kur nuk ke rrokë. Do më thonë, mundosh gjesh. Mendosh gjesh, ti hapësh ato edhe direkt në bibliotekë. Vendi mirë, i qetë, bile shife. Ati nuk punon çdo kush. Jo, mëre, se tash gjithkush punon aty. Pa hajde mos më shetit shumë kodër, po bjeri shkurt se çfarë duhet. Puna është, vllajem, duhen 3.000 euro. Ti e din se unë i kam pak punët e komplikume për momentin. Ama për momentin nuk i kam. Mirë pa e miku i da paret pastaj punë. Po dhe po, ha? Paret punë. Që do me thonë? Që do me thonë, duhen 3.000 euro, shumë thjesht. Ama thjesht? 3.000 euro, e di sa janë ti 3.000 euro, o ti? Janë shumë kur nuk i ke, por janë shumë pak për një punë si në bibliotekë. 3.000 euro. Kush t'i jep sot 3.000 euro? Mirë, do ja japim 3.000 euro, u ba. E ku t'i gjej ato? Kam zgjidhje. Hajde. Kam një ide shumë të mirë. Pa të folte? Me di që do funksionoj. Ja. Në fakt, më varet nga ti. Ose më mirë them nga dikush që është i varur nga ti. Nga unë? Hajde, si? Gonqja. Gonqja? Ku ka jo 3.000 euro, mëre? E di se nuk i ka. E di.
Po jo ka një punë të sigurt. Kur ke punë të sigurt, mund të marrësh kredi. Sot bankat lusin se kanë interes. O, ne kemi një kredit vjetër, ndese kemi pagujt ata. Edhe këtë e di. Edhe këtë e di, po. Shiko, mund të marrësh një kredi më të madhe, e mbulon pjesën që të ka ngel deri tash, 3.000 euro i shtish në xhep. I japim mikut. E di si. Haj ma mirë t'i thuj ati miut tënd, më falë, mikut tënd, hy unë punë, marë kredi unë, edhe jo japim ati 3.000 euro. Këtë pas kom folu. O sot punët bëhen, trak paret kapsë munin. Flamur, ti e di shumë mirë se unë nuk merrem me pazaret këtilla. Kjo punë e bibliotekës, disi aty libra, mund studioj, mund të ulëmtoj, mund të kërkoj, Po ha dhe ha. I kryjnë studimet, një telefon mikut, lartë e ma lartë, pas të shkosh. Jo, ata mu se thuj se nuk kam ambicjet tilla. Unë jam intelektual, merrem me libra dhe... Po pikërisht dhe, çka të pengon shembull të bësh drejtor? Respekti më i madh, tapen gjithë dyert. Po si t'ja them Gonçës? Ha? E po do t'ja them. Pse të mos ja them? Unë jam burri. Të punë të unë strategji. Duhet mendosh pastaj të veprosh. Jo, vepro pastaj mendo gjithë ditën. Flamur be, ti je për lart atje. Unë çuditem me ju si s'mund punoni ju. Ma let nuk ka. S'duhet as të filozofosh, as të kesh ide tua. Thjesht të përshtatesh rrethanave dhe në maj arrish. Alo? Flamuri jam. Flamuri i Nurës. Nuk më nje? Po erdha, dje erdha. Po nuk më shkohet njëse. Më rritë këtu. Si thonë, guri rënd peshon vend vetë. Guri po buri hiq. Desha të them, më boj qefi shumë kur mora vesh si e bërë kryetar dege. Po thash bile disa shokë aty se e kam mik, se njeri më taft nuk mund gjejnë askund. Ky partneri jemi ka ngatru pak disa punë e u desh t'i bëj. Ti zgjidhi do punë. Por i mirë është, po pak nejf. Po, do ja dalim, se është hiç problem. Po. Kryetar, thira kështu të takohemi të ham një darkë bashkë, si thua, Do gjej shko pak për mikun tënd vjetër, ha? E po mirë. Shif punët ti, kur të ke shko, ma bën një telefon. Po. Tunk. Po s'ke marrë telefon të ri, ha? O, bushë frike. Po, i ri është. Kush ishte ai Boshi, a Bosja, si e që? Bashmirja gjithë është boshë. Po, pse lavdroni, pse janë ngrit një aksionet? Na duhet për punën e Luanit, prandaj. Qa prandaj? Po, a duhet t'i lutim ati Boshi ta? Po lere o Bosh, lere se kështu e do puna nga njerë. Po hajtë. Jo e dini. Sa fola me këtë bosin. Do ma qira se një darkë sot, a nesër, a kur t'ke se ko, se këto punë nuk bënë telefon. E kam dorë, mësë mërzit. Ti vetëm kry që të negociatat me Gonxhën edhe gjithë shka është në rregull. Shkova. Kada? Shaka? Što që... Pas kam ben... Jemi pari? Jo, unë lëj i pari. Ti, ku ti pëndan letrat?
O, mere këto. Që. Prap me zandari. Që. Hajtë shumë. Qërë po, shëpë një. Që? Që. Po me letra po të shkojnë shumë mirë, shumë. A me shkollë? Me shkollë si të shkonë, E në shkolla, si letrat. Mirë, Po. Po mirë, dinë që është? Mirë është 3. E ti në shkollë me sa? Me nunja, Sa mirë, me 3. Me 3? Hoxhish, A, a lym këtë loj me pare, be? cilën këtë apo Po. tjetër të anisi? Këtë. Me pare. Po. Me pare me lujtë unë e ti, ha? Po, be? E po ti, a ke pare, s'ke pare, ti, ka do ti marish pare? Unë e pare s'kam, ama jam i fort, ata i kje penzi. Unë e kam benzin e ti, pare ku do ti marish? Unë e di fitoj, nuk ka nevojt e ta pare. A do fitoj? Fitoj. Shife. Aj do të mendoj. A t'ja them. Si t'ja them. E nëse nuk më kupton, edhe janë nisë me të sajen, ta. Jo, po do t'ja them. Pa tjetër t'ja them dhe pa tjetër të më kuptoj. Fundit, kjo është për interesin e përbashkët. Po ku gjej unë punë më të mirë se kjo? Bibliotekist, vend me prestiq. Më falni, ku punoni ju? Në bibliotek. Ka lezet, ha? Jo. Nuk më kupton. Asa i intereson vetëm të punoj, po qka nuk e lëtë trurin ajo. Kështu e kanë gratë, e di. Mos të më gjelozoj. Po edhe mundet. Aty punojnë... Ja, mëre, pse dë më gjelozoj, unë jam burë me dignitet. Ja. E di që nuk do të më kuptoj. E di se kështu do thot. Ase si, punë që zbëhet. As njëherë, jo, kur? Haluan, apo recital për përgatitesha? Ndoshta. Asnjëherë. Punë që zbohet, Luan. Si asnjëherë. Vetëm këto 2 fjalë di ti thuash. Punë që zbëhet, asnjëherë, kurrën e kurrës. Çka të bëni vakimore? Po i zgjuar është ai. Është në potencial. Po kjo ka nuk i doron ti paciar. Sa? 170 me 110. O besë sa është rrezik. Si së është rrezik? Ende mirët me ëndra romantike, s'ke çka i bën. Hoxhish, le. O, kujna po i në gjanë, kaç kam gurs, le. Punën e ka gati, vetëm duhet t'i japet parët edhe kryet. Gonxhe. Me ty nuk kam sekrete. Edhe më duhet flasë shtruar. Kam një rast të mirë, mos tem rast ideal. Si thonë, njëherë të vjen fatin derë. Edhe? Mund bëjmë referent në bibliotekë. Po? Anite super! E kushta? Flamuri. Flamuri! Se drejtori bibliotekës ku ka po flamurja?
Po Leris shakat se flas seriozisht. Është rast i mirë, them. Mos të rast ideal. Ani të shpjegoma. E po, prit se nuk është edhe aq e thjesht. Për të mos thënë se është shumë e komplikuar. Hajde, biri kakina. Thuje, mo! Dgjoj. Për të pas status të lartë, duhet pak strategji, nuk mjafton vetëm të kesh libres. Shif, Ondra, Luan, shif. E po jo, nuk mjafton vetëm libres, apo më kupton? Kur gjës po të kuptoj. Po ta shpjegoj unë, mos u mërzit. Se më duket sikur nuk jeton këtu ti. Kam përshtypjen se atje lart vlojnë nga fërkimet për pozita më të mira. Ata më shumë kanë frikë prej njëri tjetrit e jo prej nesh jemi të pavarur. Nuk është politik kjo. Luan, analist politik ja keni zmu bo. E po dëgjom të lutem. Do të thuash ti pse ata po luftojnë për pozita më të mira. Po çështje kombëtare si unë? E po jo. E për çfarë atëherë? Dihet ajo. Jo, ta them unë, jo. Për interes. E interes është paraja. Kush ka para është lart. Kush është lart vendos, e kush vendos prap ai bën para. Luani kërkon punë. E po duhet paguaj. Me një fjalë të kryjnë punë, po. E? Si e? Gjithë këtë monolog ta thash për një jetë? O, atje lart nuk ka mik, shok, daj, fis, atje ka interesat. Si e thot njëri, nuk ka mitësit përhershme, ka interesat përhershme. Edhe drejtën shenjë, kush ka para fiton, ai që nuk ka para. Po, bre Luan, që të punë e kemi bërë gjithkohës na, këto edhe fëmit më e din. Nuk më kupton. Gjërat janë më të komplikuara se sa duken. Po, vëllat ma ke kompliku shi edhe në ndërko me po. E po, kush nuk punon nuk ka para. Nuk ka para, po ka mend. Kur ke mend gjen zgjidhje. Edhe? E po, kur ke mend gjen para edhe ku nuk ke. Edhe referent bibliotek. E të punoj si referent nuk është punë e vogël. është punë për njerëz të veçantë, ja. E që të hyj aty, do t'japim 3.000 euro. 3.000 euro? Ko i marrë në ato 3.000 euro? Leket punë alla ile krejt. Po për se e kam menduar edhe këtë punë. Ha, pra fol. Po nuk është ndorët e mija më te kjo. Do me thonë apet kur gjë puna. Punë të thjeshta apet u komplikon, si gjithmonë. E po nëse do ti i komplikon? Unë i komplikoj. E pse une? Po kur ke punë të sigurt mund marrësh edhe kredi. Kredi! Po të jadë një kredi, po do me marrë unë, ja? O, prit se ja kam gjetë zgjidhjen edhe kësaj. Marrim një kredi më të madhe, e mbulojmë borxhin ndaj bankës. Edhe? Prit se ja kam gjetë zgjidhjen edhe kësaj. Marrim një kredi më të madhe, ja mbulojmë borxhin bankës dhe 3.000 euro i japim atimi. Kujt ja japim? Çka po thuti? Ma ati që kontrollon këtë rjetë, edhe vetë nuk duket. I merr pak para për vete, më shumë për të tjerët edhe unë referent bibliotek. Vend me prestigj është ai. Aty ka libra, aty mund të lexoj, mund studioj, ngritem lart e më lart. Pastaj mund bëhem edhe drejtor. Tani del gjumi, me gjithë gjumin del edhe ëndra, Luan.
Po jo, mo jo. Pse çfarë mungon mua që t'jem drejtor? Gjitha dy të m'hapin. Ku ja japim ato pare, bre Luan? Çka thuti nëse nesër na mesim edhe pa kredi edhe pa punë? A e ke mendu ti këtë puna jo? Për shembull, a e din ti kush është ai ndërmjetësuesi? A e din, a e njeh? Po mo e di. Kush është? Flamuri. Flamuri! Po. Flamuri. O sot. Qysh për Flamuri? Flamuri! Po qysh për e buri botës ka arpi pi Gjermanis me hop biznes, tu do me fut mu të lashe, do me mshtin kredi? Prit, është vllai im. Nuk ka ku qkojme. Edhe sa e dëgjova në telefon që fliste me shumë siguri. Une mëre duhet me paguat kredi, a e din ti, une duhet me paguat kredi. O normal aj. Hajtë se vetë unë e fundi me... Prit këtu. Gjithë ki mund për një vend pune. Po gjithë ki mund se pas tjerë nuk deshte mu bo, Luan. A njështë në mendzi e presin isha si shanse, Luan. Po lere pas tjerin, pas zotin. Pas tjerë. Unë them jam afer idealit jetë sorti, pas Më tjerë. Luan, as kam drejt, unë e më nervozu këtë shpia, as kam drejt me dy shumë kërkona. A vish për punët edhe hallet e shpis jam këtone. Edhe gjithmonë kështu, Luan, bat. Vet i ras mi lugat, masanena tjerë ta i kanë fajet. Jo, Luan jem, jo, vet i kina fajet, gjithmonë vet i kemi pas fajet. Tani, shka su ti, Luan, na me hargju qatë kredin, edhe ti me me qëto, tu studiu, qëtë bibliotekën tane.